Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Brikena u largua me valixhet. Komshia zbulon prapaskenat e ndarjes së Brikenës dhe Mateos. Aludimet për përfundimin e romancës mes Mateos dhe Brikenës duket se po konfirmohen nga dëshmi të reja. Pas fshirjes së fotove dhe veprimit unfollow në rrjetet sociale, detaje konkrete mbi atë që ka ndodhur mes dyshes kanë mbërritur nga një dëshmimtar okular në kryeqytet. Një fqinj i çiftit në pallatin ku ata qëndronin në Tiranë ka zbuluar prapaskenat e një debati apo ndarje të mundshme që ka ndodhur pasditën e së njëjtës. Sipas dëshmisë së tij, rreth orës 16, Brikena është parë duke hyrë dhe dalë disa herë nga banesa e Mateos për të bërë gati gjërat e saj personale. Gjatë kësaj kohe, Mateo ka qëndruar gjatë gjithë kohës në balkon duke pirë cigare, pa pasur asnjë komunikim apo ndihmë ndaj saj. Fqinji shton se pas rreth gjysmë ore, çifti u pa që u larguan nga njëri tjetrit dhe pranë pallatit mbërriti një taksi, shoferi së cilës ka ndihmuar Brikenën për të zbritur çantat e shumta, ndërsa Mateo nuk ka lëvizur nga balkoni deri në largimin e plotë të mjetit. Kjo dëshmi përforcon edhe më shumë zërat se marrëdhënia mes tyre është mbyllur në mënyrë të ftohtë dhe pa rrugë kthimi.